Lili Tafaj. Në kohën e saj, bënte dallim në të gjitha drejtimet. Mua më pëlqente mënyra e komunikimit. Ishte e sinqert në ato që thoshte. Ishte një tirancë puro. Puro ishte edhe si pianiste. Jemi në shtëpinë e saj. Ka të ftuar Vera Zhejn me të bijën. Një herë tjetër do kujtojmë Verën. Si kur t'ju bënën edhe një herë 16 vjeç, çfarë profesioni do të zgjidhni? Përsëri këtë. Po, do të desha për shembull që të studionja në Moskë ose Leningrad. Po që të bënja 3 fakultete, po të kthehesha prap. Megjithëse edhe tash do të shkonja me gjithë qejf. Po do të bënja pianon, kompozicionin edhe dirigimin. Këto janë gjërat që më kanë mbetur pishman, sepse nuk i realizova dot, ashtu ishin jetat konditat. Megjithatë, mirë. Lili nuk qahet dhe nuk dorësohet. Jo, këtë e kam të mirë, që nuk dorëzohem, me thënë drejtën, edhe për qarje. Projekti fundit është një koncert në Izrael. Po, në Izrael kam një sër turnesh, domethënë koncertesh, edhe më vonë unë do iki edhe në Moskë, po do shkoj edhe në Spanjë, me një violinist famshëm spanjoll. I pres me padurim të gjitha këto udhëtime, sepse me thënë drejtën, erdhën vonë, po dua ta shfrytëzoj jetën. Kështu i shkruajsha një shokut në Greqi, nxitoj, them, se jeta është e shkurtër, kurse bota është e madhe. Faleminderit Lili, sukses. Mirupafshim.